Nuk do kam vete që do qka qiret. Edhe po të kalëzaj. Që sa dit nuk të kom pa, edhe jem të ky, vjen heret, ose del vonë. Jem në zonë era, është mëllim të kryt, kështu që mos janis. Po nësë jam punë, e as di një kohë sonde. Unë po të me dit, a ka diçka qëtë. A mund është mos një anisa pet me qëto se anë e kupto, kur thot njëri jëm në zonë, merë vesh. Po ti vetëm ke premtuar Dian, kom ta bëj jetën e mirë. Unë tonë kohën veç në zyre dhe unë du me dojnë më knaq. Veç më ka du me dit, a ka diçka të vërtet mes nesh. Pse nuk me kalzu ma herët o gent. Po sa e kom funën ti s'ma ke vënë menen. Si po vjen e era ti po ligësh më burr. Ej, mos ma përmen jetën private kur jem të folë për punë. Më shaj vija soj punë. Nëse që e privatja po ta shkatrojnë punën, nuk mundet me met jashtë bisedës, po du si vëlla. Jetu e lon veten e na bashkë me ty mas teje. Ja, një shka po më propozën me bo. Pare s'kem. E di, por e nuk është gjithçka. Besimi është ajo që vlen. Guardian. Nuk po më gjet as kohën, as energjinë me u përkushtu që më përkushtu më herët. I vetmi problem është që ky. Unë nuk po të lypi premtimet ndaja. Po lypi me më shumë pushim, jashtë vendet, edhe kam nevojë për me ndihmu në shopping. Kam nevojë për vetën të Mardian. Tash jam shumë i ngujum financiarisht. Nuk po muj as obligimet e mia mi kry qysh duhet. As punëtorët në zyre nuk i kum pagu, as në kompani. Për çata edhe ke problemi, për çata kem të fol me Gentin. Ani pse i me mu? Nëse nuk mundesh me më dhënë kohë, kujdes, a nasha veç për krenarin tënde je me mu? Jam me ty se të du. Unë po të shoh, po du me të besu, ama edhe nëse edhe një herë që ky premtim kalon si premtime tjera, menoj ju mirë amdan. Ti veç ki edhe pak durim. Ka me të këthy krejt që ka të kom premtu. Edhe gjithë shka që shukon ma herët. Besëm. Nuk jam të lyp mrekulli, po du mund dje që jam dikush për ty, jo një sekret që vjen ti të unë kur je i mërziton. Ja bojmë diqysh edhe e gjajmë kohën javën tjetër. Edhe për shopping ja bojmë diqysh. Veç mos u gut. Mos u gut. Me në. Je i vetëmi njeri që më banë më një mirë dhe që më banë më një rahat kur jam. Du ma shumë se që me nën ti. Okej, Samër, e ndojmë lojën. Ti e lodh, unë e qetësoj. Kështu që kur ai ka presion, vjen te unë. Edhe prap situata sillet e na dyja. E mirë, veç ki kujdes, se me bo me mor vesh e na dyja jena shoqe, na djek të dyjave. Po nuk ka që shëmër vesh se na të dyjat jemi të kujdesshme. E qa po do me bo konkret? Gëzuar. Gëzuar. Plani është kështu. Unë po du me dalë jashtë vendit, me pretekst që ju më lodh, po du me reflektu, ndërkohë ti mundesh me lodh, edhe rritja presionin në zyre, me këtë rast e bën që ajo është të humbë edhe ty, e menon këtë sen. Po, se s'ka qysh, na jena të kujdesshme. Ai kur vjen puna të emocionet, s'po e sheh që i ka dy femra në dorë, edhe është i humbë. Pra mendoj mu ma ban je çdo sen për mu. Edhe mu njejt, nuk më me jetu pa ty, je gjithë shka për mu, kjo zyre s'ka kuptim pa ty. Kështu që na të dyat jemi plani perfekt. Gjithë.
Jon, shpirti mamit. Erdhe a? Po. Shkalove? Mirë. Hajde ul. Te mama e lo? Pak. Shkalove sot? Mirë, e kena pas një test matematikës. Oh, super. Valla di se e lodh shumë me mësime. Që shkalove në test? Mirë, tash e ku marr. A ka hungër në në shpirt? Po, veç një test e ku hungër. Ani shpirt jem. Unë e kum po bukën edhe të shumë i hajmë, okej? Ku është babi? Babi e ka një takim. Hala su ardh. Vënohet pak. Që i prenon, jam mërzit për babin, du me luj me të pak. Ka thonë që e ka një takim e s'më të mardh hala. E ona jam fëmija e ti, po më duke për mos ka ko heq. Atë nuk po veç është jam, atë nuk po veç është jam veç teme mu. Jan, papi o dënë ti për shumë. Veç që po ka punë, angazhim edhe stres shumë. Do të me kuptu babin. Nuk e di veç jam mërzit shumë për babin. O sot, jep ma fuqin me mojtë, të shpim bashk, hot ritmi sta. Po, unë po të kuptoj, po sot nuk mund. Po në rregull dhe jo e krym, po veç sot është pak problem. Se nuk është e vetë një punë, i kemë edhe të tjera ka firma. Javën tjetër? Po mirë dhe për dijune, po dush me kuptu edhe anën tonë pak. Që që u bo? Që e shka u bo? Kom thonë që 3 javë ditë, mos shpenzë ma. Mos moj që stafë që s'po ban kur gjënë punë. E ti shka ban? Që është e mbrojtë si më kom vlaznit e to? O, Gent, edhe unë jem ty po qka me bo? Edhe unë që 6 muaj nuk kam gjumë. Nuk na mjaftën paniku jatë. Na duhet plan, jene të ropë për ditë. Ty t'ka u kontrolla. Krejt po thoni plan, e kërkush nuk qëhet me bo një plan, Gent. Qfar plani kiti? Kush del mjë tha punëtorëve që s'ka rroga edhe këtë muj? Dalu nëse duhet. A del ti? Ma mirë një muj pa rrogë, se çdo herë pa firmë. Nuk e shes firmën, Gent. Nuk du me hup që e kom dërtu vetë. Ose shet diçka, ose hum gjithçka. Por na duhen përset. A i ke këshyrë projektet e papagume. A i ke këshyrë listat e borgjeve nëjherë. Borgjlit që na ka neva, a veç na duhet gjithë me këshyrë për ata. Ardian, unë jam konkreteje edhe kur na kanë tradhtu. Po sot jena në fund. Ose shet një për lokaleve, ose shet atë degën që se këna qenë që 6 muaj. Lokalin brek dilit po me nëna? Gent, qaj lokal mu më ka pështu jetën. Bash qaj lokal. Guardian, na nuk jena të shit kujtimet. Na po dojna me ngrit firmën, me qato pore, rifilluj marketing, investojmë punëtor. Kaq. U bo. E qesim shitje, veç nga më që po thanë. Nëse për 2 javë nuk del kur gjo, unë e më sheli këtë firmë krejt. Komplet. Po më pëlqen vendimet. Edhe me çdo kusht, kena me jesë për para. Pra e në kohët, Gent.
Veç edhe ti m'ke premtu që nëse kryet që kjo punë që shduhet, atëherë ki me punu që shduhet edhe ti. Me punu për një me. Premtoj mo, më premtoj edhe ti që nuk me pos mo shpenzime masere se drama, dashnjina për zyre, po veç punë. Edhe unë të kom thonë që punën personale, profesionale, mos ma përzime personale vjen. Le tjetë e fundit. Ti a je gjallë? A je tu llogarit hala burgje? Gjallë jam. Gjallë për qeft bërgjlive. Të kom thonë, s'mundesh me i majtë krejt mbi shpinë. Ki pilatë rreth vetit. Rreth me interes. Tash kur firmën e kam në buzë të falimentimit, krejt ikin. Veç ti nuk po ik, nuk e di pse. O, une nuk jam këtu për firmen, jam këtu për ty. Po, edhe ti e ki një jetë për veti. Jera mos harroni me martu. Kur ma shpreja ditë dashurin në zyre, nuk të pengoj martesa. Po mirë dhe, mos fol tash për sene që e dim që e në gabim. Gabim? Gabim është me rajt veten. Gabim është me flajt me një gru që së dënë. Gabim është me lonë dikon të e prit për ditë ka një mesazh. Për ditë ka një mesazh. Edhe gabim është me mendu, edhe mos me marrë parasysh që unë e kam një djallë të shpija era. E kam valë bonën, nuk më me funksionu që po menën ti. Nuk është ka që letë. Jëm hinë këtë loj, tu e di që jam tjetra. Jëm lo varde. Tu jetu me friken që ti mu i veç që të më përdor. Mas falë bre qështu. Të kom thonë që je njeri vetëm që më bënë mu një gjallë. Atëherë të shmaje, mos më threnë veç kur ki nevoj. Du me të pa edhe ditën e jo veç natën. Mirë dhe mas shitjes të lokalit dhe mas stabilizimit komplet, po të premtoj që ka me folë une me valbonën. Edhe ti kalzoj krejt. A ma jep fjallën. Ta jepi shpirtin dorë. Nuk i nevoj me ap shpirtin. E du veç kohën, edhe diçka ma shumë se sa fshetësi. Era, thash që je shumë për mu. Unë nuk jam ajo që gjithmonë rrinë hi ardjen. Një dit ose tërë. Aty vendos ti. Ajo prapa? Po. Ajo është familja. E une? Rruga. Alo, bun. Po dy ardhe, jam veç edhe pak. Hajde. Kreme. Ju e zamër, Qa zamër te? sa bona. Qa mirë te? Qa bune? Si më thyre,
e dita që ka ndodhur diçka shumë e madhe. Jo, veç që ka ndodh, po Ardiani për herë të parë më tha që ka vendosur me e lënë gruan. Qysh tash ti po beson fjalë burrave të martuma? A nasha veç po do me rejt vetën? Kësaj herë e ndjeva, e pash në sy, po ka një problem. Firma është u fundos. E cili është problemi për neve? Na veç duhet me ditë qa mi nxjerr para se me raj krejt. Qysh? Qysh kush s'ka pare? Tash është e shit edhe lokalin. E vetmja mundësi që e ka fillu me shit edhe patundshmërit. Bash tash e kapim. Dhe më thonë, kur ai i hub krejt, ai ka me utut që po të humbe dhe ty. Ti kemi kërku diçka të madhe. Një lokal për vete, ndoshta edhe një kërk të ri. Ti po më këshillon me kërku lokal tjetër në më dashnisa? Nuk po të këshilloj era, po ta tregoj rrugën. Unë e njoh tipin. Ai din sa shpejt bjen Grackaj. Ka me ndje, ka me kuptu që diçka s'po shkon. Unë jam e vetmja që jem t'y nalt afër që t'ku. Era, ti duhesh me lujt viktimën. E shkrejta ti, pa punë, pa t'ardhme. A e din sa shpejt bjen ai në Grack. Po çka me se zbulon që unë jem t'u taku me ty, edhe na dyja jena bashkë kundër ti? Nuk ka me ndodhë. Unë jam ma e menqën se ai. Edhe jam hija jote. Apo dan me ditë çka më ka thënë para 2 ditësh. Çka? Larta, je personi ma i dashun, po rri gjithmonë me mend të ti. Personi ma i dashur. Pra, tash e ki shansin me pas gjithçka. Një lokal, ndoshta një kërk të ri, e masnej kur tërcohet ai, ti largohesh, bashkë me mu. Duhet me lujt mirë, duhet me ba me besu që pa mu nuk frymon. Sonte, kërkoj diçka të madhe. Qa do që donë ti një investim për vete, edhe ai ka mungut për me të ndihmu veç që mos me të humb ty. Po, ka me besu. Ka me mendu që kjo dashni po m'bën me ndru. Po s'ka me kuptu që ëndra e me vetme është mja mor kri qa ka. Për planin ton, fundin e ti. Për ditët që kena me jetës edhe s'kena me pas as një ardian mbi kry. Kiko po je në zonë me planifikime, me imagjinata. O, Gent, që t'ka gjetë ty? Që më ka gjetur shesh që e peshë firmën të për dit, e ti me ardionin në pinkove, ty thy rregullët si më konë në bërtonin. Kështu regojen, unë po punoj ditën atë për shit firmë. Ardiani s'u kon kërkon, apo do me ditë? Unë e di ku Ardiani, unë s'ta ka mori natë ty. Po fulli me ty, po ti kur o bone ti ku ka zyres pa konë kur menazire. Se ti po shef veç çka po dën. As po talin që kjo firmë u majtë në kompania, e ti për ditë po vjen me shtu granë atu. Po me tokat larta me thejt ly nuk mohët biznesi vera. Kjo biznes, nuk o kofe më hollës. E biznesi po bjen çdo ditë e poshtë. Qysh po guxon mëra me fol ti kështu me mu?
Ti që kjo ardhë mi rujt interesat e tua? Apo mendon që si diun për shka i ardhi këtu, a? Unë kom morë këtu me shpëtu aton që e vlen. Po ti nuk po lyp shpëtim. Ti po lyp mbështetje në një kalot rëzume. Se e ka dyshon, a? Se po thu që unë jam arsyeja që Ardioni nuk pësha realitetin. Jo, nësë po dyshoj. Po shokej çka po ndodh. Po veç mos më prova me lojra se unë si jam Ardioni. Apo rrezikon më kallëzu që je xheloz, apo djeg që si jem pozitën teme? Po më djeg që pesho që jetë të përdor një nje që ka thonë gjithçka për këtë biznes. Po më djeg që ti s'ki pik ndjenje për kërkan, veç për veten. Ti po menon që je ndryshe. Ti je këtu për me marrë pushtet, me shkel njerëz, edhe pse pelun rolin e shpëtimtarit. Dallimi është që unë nuk rrej. Nuk manipuloj, ti e bon gjorbën që pengulfot këtë firmë. Me përqafime të rrenjshme, me fjalë tëmla. S'mundesh me më frigu. As më shantazhu, unë jam pjesë e kësaj firme, edhe vendin tëm punës e kom fitu me mend. Vendin tënë punë është ta. Veç nëse ti e arsyeja që po bjen kjo firmë, të premtoj që kom kujdes personalisht për ty, që s'ka më të lënë vend kun në asnjë zyre. A i kam kërcënon, a? Jo, veç po të paralem rej. Hello? Merë stali, o. Po vjen kështu si hjecar. Shumë lodhje lartë. Dita shumë e ranë, sot. S'ka këna për të. Kur je me mu, harroj e lodhjen. Qetësoju pak. Po mundona mi nërejtë do senë në zyre, po genti po më shko nerva, po përzijet shumë. Aja, mos e nga, ai nuk të ka për zemër as ty, as firmën. Laj nuk e di ku shumë ka për zemër veç. Njerë për njerë po mundona më përkushtu veç në firmë. E ty, kush po të mban gjallë? Gjallë po mënë ti. Veç me ka mos me menu shumë për shopingje edhe për qantat tua, kish me kanë shumë mirë. Apo të dhimen shpenzimet për mua? S'është që ka shumë, po ka njerë po mbledhen shumë sene me stres. Nuk po më përkushtu njejt e familjat, e punat, e zyrat, e ti. Dosh me kuptu. Ti vetë ke zgjedh me i pas krejt. Edhe mu, edhe firman, edhe krejt. Mos janë e sapet me qëto sene. Apo do me pas një njeri që të donë, që të kuptonë, që të qetëson. Po du veç po du edhe diqka. Po du me di që si me mu veç për qanta, për shopingje, për sene materiale. Du me di që je me mu, për mu. Unë jam me ty ma shumë se kaq, po edhe këto janë pjesë e kujdesit. Unë po du më ndihet që jam me rëndësishme. Nesër lartë. Nesër po të përmtoj. Kimi pas biletat, hotelin edhe krejt. Veç e pëm pak ku. As ti nuk i më shkëny,
se veç kur ti je mirë, unë jam e lumtur. Provaj pak. Mirë Rama. A i dhe zamër? Që kalu? O, Allahi, lodhë që zdia s'ku jam. Që se kom bërë të supë në zejtë? Se përshë që s'pas ka më përgjo. Aj valboj, zdi që kësha ban pa ty, Allahi. Hajde Ollo, ta nëziva pak supën, se përshë që s'ka më përgjo. Apo do në hajna bashkë? Po su kom keq, Allahi, që do me hangër me mu. Kthe. Ardian, a je mirë? Sy ti ki shumë të lodhën. Zdi ma që ka të thamë, Allahi. Puna, nervat, paret, gjithë shka. A dënë me full pak? Nashta që të sotë shpirti. Firmën s'po mu i me majtë, punëtorët po kanë ankesa. Gentja ne i veç po më përzijet në stop. Nuk po kam ikë. A mo ti dush më kujdes për vetën. Na ki këto mu, djallin, gjithë mas te e jena. Sarë po vinë shpe punina si me ka një huj. S'po më i menda kohën. Punina sikur me mi kjeta energjishta. A mo ti dush më kujdes për vetën, për neve. Unë edhe djalli jem këto për ty. E di që po të lëndoj edhe e di që s'jam i njejt. Ama gjithë shka që përbëj për juve. Për ty edhe për djallë. Unë veç du mu nalë. Me na pa, me na përqafu, me fol. Po na mungon shumë. Nëse dorëzohna gjithë shka bjenë. E unë nuk më i murëzubon. Nuk banë. Ti s'dush me kon hero. Mjafton me kon burri jem edhe baba i djallit tem. Falë që nuk jam. Falë që nuk jam sa duhet. Unë nuk po lypi shumë. Unë e veç po du me pas dikon që me fol e mos mu më shef. Ju mbo si hije në shpe. Po të premtoj që kemi mi rregullu krejt punët. Ka dal. Po, fatas? Po e kam lokolin të brejve divët. Jo pra për një javë e në kumin punë, o dhe të me morë komplet, po e kam gjitha me dokumente me kredi kom. Okej. Po pres pra. Lejmë unione, po nuk e di tash sa është i saktë. Po sot do që t'jep ko me shit. Shit e gent. Po. Shit e se kejtë barku më ka marrë pej stresit. Sot edhe rrogat. Jo, a i keni ndo obligimet ta jo? Po qysh mi nda obligimet kur si janë pare, se e ka do me më qmend? Arde, më zbërtit, nuk një mana e kur gjo. Unë e veç për të pësë se sot ki premtu që i qëtë rrogat. Ke premtu? Po premtimet nuk i qesin pare në tabet, se di që kom premtu. Po nëse?
Po, e kam levolin të bregve time që. Po, e hoqim. Po, hajde bisedojmë zyre. Okej. Hajde, ciao. U lemru një unë, po nuk e di soj ka fjollë të sakta. Po te ke fundu me shit, jep sot jep. Unë vesh një sam për ju thëmë, punëtorët janë ka e hupin dorimin e një veç u largudje. O, e di, e kom po me sytë mi kur ka dalë. Ka i ke thamë, më lartë pa bukë. Arde, mës më ndo për krejt për i herë, prioritet, disa rruga, disa faktura, tjertë të presin, hajde me naftof në i herë. A ti vise ki let me full. A e din që po full të çdo ditë me bonka? Gent, kështë shite sa ma shpejt. A më i me propozu diçka? Po e shesim lokalin, po i këshyru me dhe punë të branshve, se ka njerës që nuk jënë të punu heq. Po, falë ta jetë për shka e ki fjallën. Po jënë të që vinë veç për kafe në zyre, edhe jo për punë. E të më përmen mua? Jo mëre, më sungot, thjesht e përmena si shambull. Jo më konë si mbret në vendit ku tjerë punojnë. Bot për mo, nuk jem konkurs menaxhimit, jem krizë. Se cili këshur në punën e juve dhe në regull jem, mos u përzi.